Me ekspertin e sigurisë, Milazim Gashi, bashkëbisedojmë. Përshëndetje, zoti Gashi. Përshëndetje. Përshëndetje, Majsi. Faleminderit. Si e keni parë ju këtë ndërhyrje të kësaj njësie të forcave Delta? Në veçanti operacionet të koduar në aspektin e sigurisë që vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty Departamenti i Mbrojtjes dhe dikun rreth 20 shërbime që alokojnë informacionet të caktuar se përket operacioneve jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po shihet shumë qartë që kuota 50.5 ka mbri efektin që veprimi i ndërhyrjes në aspektin të inteligjencës për kapjen e Madurës, realisht aty bëhet një matje klauzoles për shkak se në këtë pikë kemi të bëjmë ashta me ndonjë rrezik të përmasave më të gjera sa i përket prekjes së vijës territoriale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tyre. Andaj veprimi i Shtetet të Bashkuara, domethënë presidenti është karta e fundit i cili jep urdhër për të arrestuar çfarëdo personi jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, Kina ka bërthirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për lirimin e tij në mënyrë të menjëhershme. Si kemi parë këto reagime? Reaksioni kinez dhe ballafaqimi me Amerikën nuk është i pashëm. Realisht Kina ka interesa në aspektin e korridoreve, sa i përket edhe Venezuelës dhe korridoreve pro-kineze, andaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ai perimetri i kufirit që lidh Japoninë me një farformë me provim deri te një përshkallëzim të situatës tash edhe me Kinën, për shkak se janë dy superfuqi botërore si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina, andaj në këtë situatë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Qendra Nacionale e Sigurisë Kombëtare, që quhet National Security në Shtetet e Bashkuara, merr veprime të sofistikuara sa përket edhe çështjet kineze, sepse kemi të bëjmë ndoshta me një koordinim shumë më të thellë sa përket ndërhyrjes së Madurës. Maduro mund të jetë një lloj kukullë sa përket elementit taktik të ndërhyrjes amerikane. Andaj Kina, reagimi i Kinës vjen vetëm për shkak të korridoreve ekonomike që bie ta them me plot përgjegjësi edhe ajo karta e detit vjen në kontroll të lartë amerikan. Ndërsa zëvendës kryetari i Këshillit të Sigurisë Medvedev në Rusi ka deklaruar se qëllimi i vërtet i operacionit amerikan në Venezuelë ka qenë sigurimi i aksesit të naftës dhe lëndet e tjera djegëse dhe fosile, dhe jo pikërisht trafiku i drogës dhe akuzat të cilat janë të qarta tashmë për Maduron. Po, është realisht Rusia shumë haptas, kemi thona në studion e juaj, po shkon drejt dështimit katastrofik sa përket furnizime me gazin dhe me naftën, sa përket elementit të kontrollit, më shihet shumë qartë që Shtetet e Bashkuara, falë Shtetet të Bashkuara, kemi një Evropë të qëndrueshme dhe një glob të qëndrueshëm sa përket kontrollit në aspektin ushtarak, duke përfshirë NATO-n. Andaj Rusia është në panik shumë të lartë sa përket shitjes së produkteve të tyre, sepse është vërtet që linia që rusët dhe qarku kinez ka pas mundësi që në disa korridore ku përfshin edhe Venezuelën që t'i krijojë disa të hyra financiare të paparashikuar dhe andaj Shtetet e Bashkuara normal që këtu fare lidhje s'ka droga. Realisht ka pas shumë të drejtë me dhe, po pikërisht janë gypat dhe larkë përçus të nëndesën të cilët i lidhin të korridore të këtij elementi. Duhet të them me një përgjithësi se kontrolli më i lartë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kontrollojnë globin është deti, ku të gjitha nyjet e furnizimit që bien ndesh me politikat strategjike të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tyre, normal që Shtetet e Bashkuara do i mbrojnë aleatët. Ndërkohë, presidenti Trump tha se pas Venezuelës, ose ka paralajmëruar radhën e ka Kolumbia, duket si kur po bëjnë gati për mision aty, apo shtohen përplasjet? Realisht, të jenë shtetet që përkufizohen sa i përket me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, andaj
thashtë edhe ma herët, matja strategjike nga inteligjenca amerikane, në veçanti nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, i cili quhet DOD, do më thonë çdo veprim që ata godasin, të thonë me plot përgjithësi kanë shumë informacione të sofistikuara që mund të bien ndesh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Andaj perimetri i hartës Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shumë lloj shmëri të kërcënimeve, jo vetëm tash nga qarku lufta mes Ukrainës dhe Rusisë, prandaj çdo herë Amerika ka qenë atakuar më shumë nga Kina se sa nga pjesa e Venezuelës ose Kolombia. Andaj Shtetet e Bashkuara me një planimetri shumë saktë, me këto goditje që i mbrojnë alateve, siç është Japonia dhe kjo pjesa tjetër e Evropës, andaj veprimet e Shtetet e Bashkuara vetëm duhet mi duart nuk i dhe ne si Ballkan i vogël duhet me një buzëqesh të madh, sepse me të vërtetë kemi një mik të madh, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ta thonë ajo qarkolja, tani kemi edhe papën amerikan dhe me një farë lloj karte jemi shumë sigurt. Tani afrohemi pak këtu në afër Shqipërisë, shkojmë në Serbi, pse? Sepse Vučić, pra duket sikur ka dalë kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës për këtë arrestim dhe thotë se është kërcënim për sigurinë, dyfishojmë kapacitetet ushtarake. A jemi ne përballë një rreziku në rajon me këto deklarata? Se është shprehur dhe më gjerë se kaq, po e nisi me këtë. Vučić është një paramilitar të quaj politikan ushtarak, edhe sepse në organizimi i protestave të fundit të cilët u organizuar nga studentët dhe nga grupet opozitare, në mënyrë të dizajnuar që ne të fushës së sigurisë dizajnojmë dhe e lexojmë çfarë veprimesh një politikan ose një ministri i brendshëm merr ndaj shtetit vet. Andaj u pa shumë qartë që Vučić për të shmëtuar nga ramja e pushtetit në mënyrë demokratike, barikadoj para qeverisë së Serbisë, grupacione ushtarake, paramilitare vetëm për ta mbrojtur dhe për ta parë elementin e vet politik në brenda qarkut. Andaj veprimi i tina dhe taktizimi i tij mendoj që do i sjell dëm Serbisë për shkak se Serbia do të kalon në procesin zgjedhor. Po shihet që modeli i Vučićit është si modeli Maduro sa i përket zgjedhjeve. Unë ta them me përgjithësi Vučić jo që i fiton zgjedhjet, por do del bindshëm sa i përket këtij elementi, sepse kontrollon gjitha sferat dhe gjitha grupet para ushtarake dhe ushtarake në Serbi. Andaj e ka të lehtë nesër, në rast se Vučić nesër organizon zgjedhjet në Serbi, realisht Vučić i fiton zgjedhjet në këtë fazë. Andaj grupimi tim me grupet e ta quaj me gjitha grupet, edhe të Bosnjës, edhe të Kosovës, edhe paramilitarët të cilët janë pane të organizuar për ta mbrojtur Vučićin, me të vërtetë kjo ka qenë maska tina edhe ndërkombëtarisht e lexuar. Andaj ne presim që Vučić të merr goditje ndërkombëtare sa i përket vërzimit të tij nga pushteti, sepse është me një farë formë është marrë një pushtet mbi pushtet, sepse ka institucionet relevante dhe grupet mafioze dhe grupet që kanë vrarë civil dhe fëmijë tani ka në strofullën e qeverisë vet. Atëherë, duket se Vučić në retorikën e tij thekson që synimet janë që të mbrohet. Po nga kush do të mbrohet Vučić? Se ne Serbinë e kemi parë si një mundësi tjetër dhe me ego për të qenë precedent. Nga ana tjetër, sipas tij, rendi ka ndryshuar dhe duhet e vëtheksin tek armët. Çfarë do thotë? Si do ta lexojmë? Shiko, hupja e vëmendjes të opinionit, ma shumë është politik dhe diplomaci e tina, për shkak se tani futet me procese zgjedhore, andaj barikadohet edhe kundër Kosovës. Edhe Kosova mund të ketë fërkime të caktuar ose provokime të grupeve paramilitare të ndonjë grupi të caktuar, andaj edhe institucionet e Kosovës janë të përgatitur sa i përket kësaj teme. Andaj perimetri dhe shtria e Serbisë si shtet është i rrethuar me shtetet aleate të NATO-s. Andaj Serbia është e pafuqishme të barikadohet dhe të ballafaqohet me çfarë do shteti që mund të atakon. Sa i përket Kosovës, Serbia e din shumë mirë që ka përfunduar me luftën UÇK-s betejë me Kosovën dhe elementi tina
shqit shumë qashe ma shumë është taktik politik se sa ndërhyrje ti, sepse aje din shumë saktë që në çfarë skenari mund përfundon Serbia me vështirësinë e tjetër, si që është Kroacia dhe vende tjera për rreth. Andaj, është humbje kohë dhe është një deklaratë vetëm nga paniku i mbrëmshëm politik se sa në aspektin e sigurisë. A është një kërcënim dhe çfarë do të thotë kur shprehet se rezoluta e famshme 1244 ka rënë për sa i takon Kosovës, dhe a ka një rend të ri ndërkombëtar pas asaj që ndodhi realisht me ndërhyrjen e Shtetë Bashkuara të Amerikës kundrejt Venezuelës? Ideja është kuptojmë se si mundet të shfrytëzohen pra situata të tilla nga elementet të caktuar. Qeveria e Serbisë, fakt Shtetet e Bashkuara të Amerikës po qëndron në këmbë, për shkak që është një korridor i cili e informon edhe presidentin e Serbisë nga qarku amerikan. Dhe gradualisht qarku amerikan po edukon sa i përket elementit shtetëror, sepse ju patë edhe veprimin e gasjellësit i cili ja dha një farlloj mundësie Shtetet e Bashkuara të Amerikës të qetësohet sa i përket popullit, për shkak se Serbia ka qenë në prag të një lufte civile, andaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë mundësuar qeverisë së Serbisë të modifikojë dhe të ulë tensionin brenda vetit vet. Vučić është një prej njerëzve ma pa vlerë që mund të jetë ndonjë rrezik për ndonjë shtet, andaj me një farë forme foli me përgjithësi presidenti i Serbisë, ka këshilltar amerikan që lidhen me interesat geostrategjike dhe që përkufizohen me nivelin e mbrojtjes amerikane. Andaj, Kosova dhe Shqipëria faktikisht ka fatin e mirë që ta quaj shporta financiare dhe shporta e inteligjencës është në Serbi bosh, sepse me një farë forme kontrollohet nga dikush tjetër. Qartë, një pyetje të fundit, zoti Gashi, kush është vëmendja e Shtetë Bashkuara të Amerikës kundrejt vendeve të rajonit, Shqipërisë, Kosovës, dhe si të duket, një koment shumë shkurt nëse nuk e refuzon, se dhe mund ta refuzosh, duket se klasa politike këtu atë se çfarë ka ndodhur atje, po e ka në kuadër të konsumit që mund të kenë fatin e Madurës dhe liderët shqiptar. Kjo duket si më shumë për çështje të konsumit të brendshëm, po të kuptojmë pak se çfarë ndodh në këtë botën e madhe dhe në këtë Shqipërinë tonë të vogël apo në këtë vendet tona të rajonit. Jo, i vetmi panik është të gjithë liderët e Ballkanit, të cilët mund të qenë kontraktorë të sistemit kokainës, nivelin e porteve të tyre detare, në rast se me të vërtet Shqipëria i ka dhënë akses shitjes ose tranzitit Maduros në vjet të caktuar që nuk besoj që zoti Edi Rama e ka bërë punë. Andaj fatin e njëjtë normal që do ta ketë edhe Vučić njëjtë nëse ka bërë njëjtën punë. Fatin e njëjtë do ta ketë edhe Edi Rama, por çdo lider që i ka dhënë akses kësaj vije ekonomike ta quaj që lidhet me kundërshtim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ligjit në fuqi para 2 vitesh kanë aprovuar elementin e vetë mrena Kongresit, mrena 2 dhomave speciale, i cilët kanë pru vendim se çfarë do lideri botëror, i cili bjen kundërshtim me politikat amerikane dhe që ndërhyn në sigurinë kombëtare të Shtetit e Bashkuara të Amerikës mund të arrestohet. Shtetet e Bashkuara kanë pru ligj edhe për rastin e Maduros, jo vetëm tani, por para 2 vite kanë marrë vendim për edhe nivelin global. Andaj mos të vijë çudi që edhe ndonjë lider i Ballkanit mund të arrestohet si Maduro. E mendon këtë? E analizon? Unë e analizoj edhe në rast që tash kemi një trafik të kontrolluar nga linia të detit ose të rrugës, dhe shteti ka access point, i ka dhënë një access qasje, andaj normal që do të ketë ju arrestime, po me një farë forme besoj që Shqipëria ka këtë fat lider të Shqipërisë ballafacion ose të jenë pjesë e këtij targeti, sepse i bie keq vetëm shqiptarëve, jo në individi realisht. Faleminderit zoti Gashi. Respekt e kënaqësi. Përshëndes. Ndërkohë ju falenderoj dhe ju që na ndoqët në këto 3 orë transmetimeve tona të drejtë për drejtë. Si zakonisht, nesër në orën 10 jemi sërish së bashku. Mirupafshim.